Detajet të reja hedhin dritë mbi ndarjen papritur nga jeta të këngëtarit 40 vjeçar Shpat Kasapi, që tronditi mbar opinionin, duke sfiduar lajmet e para që raportuan atë si të ndar nga jeta gjatë një koncerti në Itali. Sipas familjarëve, Shpati ndodhej në Itali vetëm për një kontroll mjekësor të djalit të tij dhe tragjedia ndodhi në banesën ku ata po qëndronin. Këngëtari është ndier keq dhe kur bashkëshortja e tij është kthyer pas disa minutash që kishte dalë jashtë, e gjeti atë të jetë në banesë. Shkak dyshohet ketë qenë një atak kardiak fatal, pavarësisht se më parë kishte pasur vetëm shqetësime të vogla me zemrën. Ngjarja është edhe më e dhimbshme, pasi babai i Shpatit ka humbur jetën pikërisht në të njëjtën moshë, 40 vjeç, nga një njëjtë arsye, duke vulosur një fat tragjik për familjen Kasapi. Versioni i parë i ngjarjes ju referua një koncerti në shtetin Fqinj, që sipas informacioneve paraprake ishte një nga dy arsyet pse Shpat Kasapi ndodhej në shtetin italian. Edhe mediat e këtij fundit raportuan lajmin tragjik të humbjes së jetës së këngëtarit të mirënjohur shqiptar Shpat Kasapi.